Aja ka qenë momenti më i vështirë. Njëra është një ndryshim i madh kur vjen puna të festat. Emigrantat sot janë ndryshëm, emigrantat në kohën që ka marrë në vitet 90. Në vitet 90 ishte shumë i zorshëm edhe komunikimi me familjen. Unë i kujtoj familja jeme për shembull, do të më shku te kujshia që kishin telefon, me në rrallë, me orar, se vishin tan kujshia, me fol me njerëz, me djemt dhe me vajza që kishin jashtë shtetit. Edhe gjithmonë kur vite rralla mu me fol, se më thanë, si je më nanë, si je marë babë, na thoshin nana baba, edhe mandena urime feza, ata për i zoti marë, edhe inshallah ka lënë mirë, kurse muhabetet e fundit gjithmonë ishin ata lëtë mandej, kja të nana, kja të baba, kja është aon, sepse e kuptoshim se jena kash lëgë, edhe dhe më thanë jetoshim një anër të panjoftën. Festa na bate me reflektu, dhe më thanë taman me një atë mungesën e familjes, edhe familja me një mungesën tonë, sepse gjatë vitit, puna, jo me shku me punu, jo me pagu, dhe më thanë i gjeda shpejt këtë në emigracion, si me thanë, u mësoshim i fje, na bate me harru, por kur vishin festat, mandena, Aja ka qenë momenti më i vështirë. Po, e kuptoshe se të mungon familja, sikur na emigrantat, por gjithashtu edhe familjet tona i mungoshim, ishte shumë e vështirë për ta.